Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live-in tim unë do hap dritaren për një 70 vjeçare. Ai quhet Floresha Gashi nga Elbasani, por që jeton mes Shqipërisë edhe Francës. Kërkon që të jetë pjesë e këtij live-i sepse ajo ka një konflikt me djalin e burrit. Në fakt të ndjerit sepse burri ka vdekur, është larguar nga kjo jetë, por konflikti vazhdon mes Florës, 70 vjeçare, dhe djalit me emrin Fatos Gashi. Por çfarë ka ndodhur dhe kush është historia, do të jetë 70 vjeçaria e cila do na i rrëfej këtë histori. Floresha, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga zemra. Më ke telefonuar në fakt dhe ke një problem që do të dëgjoj me vëmendje. Me sa kuptova e ke me djalin e burrit të bashkëshortit. Po. Çfarë ka ndodhur? Kur unë jam ba me mblesëri, me fjalë fejesa ime, martesa, por ka pas një djalë nga martesa e parë. Po. Dhe nuk e ka rrit vetë. E kanë rrit prindrit e të shoqes një fjalë, që ka pas ky. E qartë. Erdhi nga fshati Lushnjës dhe erdhi të jetonte me mu në Elbasan. Dhe jetonte ke shtëpia te babës së nanës time. E qartë, pra, bashorti juaj i ndjer ishte ndarë me gruan e parë dhe u martua me ty dhe jetuan në Elbasan në shtëpinë e prindërve të tu. Po. Mirë po, unë kërkoj tani që kur marrë certifikatën e pronësisë, më del në pjesë ky djali. Por pse? Bashorti juaj e kishte kujdestarinë e djalit në ato kohë? Jo, nuk e ka pas. E ka pas e gjyshja vet kujdestarinë. Ai jo, nuk e ka pas. Ndoshta ka qenë në certifikata familjare, por neve nuk e kemi pas në kujdestari. Unë nuk e njoh fare, ai vetëm një herë ka ardhur, ka qenë mosha 7 vjeç, 10 vjeç, nuk e di sa më mirë, ka ardhur edhe ka ikë. Vetëm një herë ka ardhur. Unë edhe ta shoh sot, unë nuk e njoh. Ai ka ikë ka mbi 35, çukur për sistemi ka ikë në Riqi dhe atje jeton. Unë nuk kam komunikim fare me atë. E qartë, por kur ti je martuar, bashorti juaj i ndjer si është quajtur? Burri si është quajtur? Zeqir Gashi. Zeqir Dashi. Po. Kur ti Gashi, të kërkoj ndjes. Kur ti e dashur Floresha, je martuar me zotin Zeqir, automatikisht ai në trun ka pasur edhe të birin. Po. Dhe sot kur ti tresh një certifikat, patjetër që është ai pjesë e trungut familjar. Ju gjatë martesës tuaj sollët një jetë fëmijë? Keni fëmijë ju vetë? Unë dëgjoj. Unë e kam pak historinë të komplikuar. Gjatë gjithë jetës time, nuk kam bërë fëmijë. Nuk jeni bërë nënë. Dhe në kry të 10 vjetë dhe martesë me Zeqirin, una vendosa të birësoj një fëmijë. Ke birësuar një fëmijë, po. Dhe këtë fëmijë, unë e kam marrë, po vllajt të Zeqirit. Kunatit? Kunatit. E qartë. Ajo ishte vajzë. Po. Dhe unë këtë vajzë e kam rrit me kënaqësi më të madhe, e kam marrë me kimetin më të madh. E sot e kam të martuar, është me 3 fëmijë. Dhe kështu që jeta ime deshi Zoti që mu mos bëja fëmijë, edhe u detyrova që të marr këtë vajzën. Dhe shumë mirë ke bërë. Shumë mirë ke bërë, sepse nuk je para grua që nuk mund të bëjë të dot nën. Dhe ke bërë mirë që ke birësuar një fëmijë dhe ke birësuar brenda fisit të burrit. Shumë faleminderit. Faleminderit për këtë. Edhe
Tani, unë kur marrë certifikatën, mua më del edhe vajza, edhe ky djali. Por unë dua të bëj një pyetje. Djali që është nga martesa e parë të ndjerit, Zeqirit, djali burrit, ai të ka kërkuar pjesë vet? Ai s'më ka kërku pjesë mu, po nuk e di si që herë puna që erdhi njeri që të shisja unë shpinë. Mirë po, shkova unë atje, bëra këto disa manovrime, këto procedurat e këtyre letrave, mua më tha ai noteri që ti ke në pjesë djalin e burrit, se më pyeti se ke burrin, kjo punë ka ndodhur pas një viti të burrit që më ka vdek. Edhe kur nxjerr gjithë letrat unë, më del edhe ky. Unë nuk e dija se kjo është e keqja, që këto noterët nuk ta sqarojnë procedurën, që ti do bashkë tek dhe do dali ky përfundim. Këto vetëm din me thanë kështu, ikë shko ban këtë dokument, bëj këtë, arrita deri një hipotekë, nxora certifikatën e pronësisë, unë, goca edhe ky. Unë marr një të tretë, me fjalë, 3 pjesë shtëpie, marrë gjysmë, e thanë ato e ke gjysmë për gjysmë me burrin. Tani ke gjysmën tate e ketha, dhe gjysma e burrit e merr. Një pjesë e merr ti, një pjesë e merr goca dhe një pjesë e merr ky djali. Kështu që ti bin gati ke 8 metër katror të shtëpisë time. Nuk e di pse të më dalin në pjesë, unë i thash dhe atij noterit. Thash, nuk e di pse të më dalin në shtëpiat janë të mia, thash, nuk ka. O, këni qenë të 2 burre grupë, nuk është kontributi i burrit, është kontributi i prindërve të mi. Por ajo shtëpi, edhe nuk ma sjaroj. Ajo shtëpi ka që në emër të nënës dhe babait tënd? Ajo shtëpi, ne kemi pas 3 dhoma. Po. Atje, në shtëpiat e babës tin, kanë qenë 3 dhoma. Një dhomë e ka pas marrë vllai. Një dhomë rrinte nëna ime, se babaj neve në ka lanë shumë të vegjël. Unë kam qenë 8 vjeçë kur ka vdek baba. Kishte shumë e vogël. Shumë e vogël dhe me zor na ka rrit nëna 5 fëmijë me zor. Ma, më ka vdek baba që në 62-shin, 1962-shin, edhe çfarë jete ka qenë atëherë, që njerëzit me zor jetonin. Mamaja ime ikte zbatët në punë, punonte një shqymore, se s'kishte. Ne kemi heq pikën e zezë, me zor na ka rrit. Unë kur u shkollova, marova të djeçaren, u detyrova të jam punë se nuk kishte njeri, se vllai i ushtar. Motra u martu se ne kemi qenë 5 fëmijë. Motra u martu, vllai i ushtar, vllai tjetër iku në Kin, që specializimin e metalurgjisë, në 72-shin ka qenë. Po, vitet që kemi pasur marrëdhëniet. Kanë qenë vitet që Shqipëria ka pasur marrëdhënie të mira me Kinën. Po. Dhe unë detyrova të jam punë që të mbaja shtëpinë. Që në klasë 8. Sa ka marru 8 vjeçare në vitin 1971-shin ka marru shkollën, 71-shin 8 vjeçare, dhe u detyrova që të fuc jam punë. Dhe kush ishte puna? Kam kontribu ke shtëpiat. Atëherë, kemi pas 3 dhoma. Kam nejt ke kjo dhoma. Edhe kur u bë muhabeti që vëllezërit e mi nuk doshin të qoshin fshat, nuk e di qa mentaliteti ka qenë atëherë. Në 78-ën jam martuar unë. Edhe e tërhoqën këte e prunë këtu në Elbasan, ta ke dëshirë të vishtua, i më 2 turët. Edhe i mori gjithë letrat në fshat e i prunin në Elbasan, ndihmoi dhe i qik vllai ma, edhe që u bë pasaportizimi këtu në Elbasan. Atë kemi jetu këtu. Tani, këto 3 shtëpia, këto 3 dhoma, ne ma përpara i kemi pas pa tapi. Po. Se atëherë kush nuk e di tani, shumë shtëpia kanë qenë pa tapi. Por kur ti u martove, vëllezërit ta dhanë pjesën tënde dhe u hodh në emrin tënd. Po, shumë me letër dore më jo det, me letër dore kemi pas bën këto gjana.
Jo me çu. Por kur e ke regjistruar ti shtëpinë tënde? Me letra të rregullta. Pritani, nga viti 74, nuk e maj me 76, ky vllai i mesëm, ky mori një kredi bankare, edhe goditi çapin e shtëpisë. Dhe aty nxori një tapi shtëpie, se ta i të vetë banka. Po. Se me që mori kredi bankare, edhe vërteton ato, nxorën një kredi shtëpie. Po kredi shtëpie nuk e di se si e nxori vllai, dhe unë kur kam ikur nga i vend aty, se unë ika nga i vend aty, ma dha vllai tapi. Në emrin tënd? Në emrin tim. Me fjalë ndau për gjys ai, majti gjysmën që më pati vetë, edhe gjysmën e ndau me mua. Por në atë kohë ti ishe e martuar me Zeqirin? Mas shumë kohësh. Po, mas shumë kohësh. Ka qenë nga viti, se në 78-ën jam martuar unë me Zeqirin, në 1978. Edhe ka qenë në vitin 97. Po pra. Që unë ka marrë tapi. Gjysmën e tapis vllajt, në 97. Po, në vitin 1997 ti e pajisur me dokumenta të rregullta të shtëpisë, por në atë kohë ti ke qenë e martuar me Zeqirin dhe automatikisht ajo pasuri ndahet për gjysmë. Çdo pasuri që vihet gjatë martesës, pavarësisht se kontributi ka qenë joti i familjes tënde, por çdo pasuri që regjistrohet gjatë kohës së martesës ndahet automatikisht në mënyrë të barabartë me partnerin. Dhe ky është ligji. Duhet të dalë ai në pjesë? Patjetër, automatikisht hyn edhe ai në pjesë. Por unë desha të pyesja, e dashur Floresha, vajza jote që birsove ka kontakte me djalin? Jo. Fare. Por pse I keni humbur kështu këto kontakte? Kur vdiq babaja, ai nuk erdhi? Jo, fare. Nëse kemi pas fare edhe kur mora vajzën ai nuk erdhi një herë që ta shikonte apo të uronte. Nuk kam pas fare hyrje dalje fare me atë. As kontakte, as telefonata, fare, as goca asu. Por edhe kur ishte Zeqiri gjallë, nuk vinte djali ta takonte babaj? Jo, nuk fliste fare. Por pse kjo marrëdhënie kështu? Ai, kur ka ardhe shoqja atit që ka marrë tim shoq, me fjalë, ajo ka qenë shtatzane me një njeri tjetër. E ka tradhuar Zeqirin, gruaja e parë. Jo, kur ajo ka qenë shtatzane dhe njerëzit e panë që ishte shtatzane e vojtën e martuar ke Zeqiri. Pra Zeqiri nuk e ka djalë atë të vërtet? Nuk e ka, po I ka dhënë mbiemrin e vet. Nuk e ka djalin e vet Zeqiri atë. Prandaj qëndrojnë punët kaq të ftohta. E qartë, tani e kuptova. Pra nuk është djali I Zeqirit. Jo. Por Zeqiri e ka njohur atësinë, ja ka dhënë atësinë dhe mbiemrin. Po, se ka I 5 muajsh, 6 muajsh me varr kjo atje, edhe I ka lindur në shtëpinë e Zeqirit. Por me Zeqirin ajo nuk bëri fëmijë? Ajo vdiq. Ajo vdiq. Dhe djalin nuk e rriti Zeqiri, e rritën njerëzit e nënës. Njerëzit e nënës asaj. Por në atë kohë nuk e lanë ato. Nuk e lanë, se e dinin ato, e dinin shumë mirë që nuk ishte djali Zeqirin. Edhe nuk e lanë, e morën me vete se thanë do ma turturojnë, se nuk e kanë fëmijën e vetë, edhe e rriti vetë ajo. Dhe shumë mirë ka bërë, e ka rritur gjyshja, se e kishte gjak, e kishte djalin e gocës. Por, e dashur Floresha, në atë kohë, flasim në kohën e komunizmit, duke ditur që I njohu atësinë dhe I dha mbiemrin Zeqiri, pagonte kontribut mujor për djalin? Jo, nuk pagonte. Nuk pagonte
nuk ka pagu për arsye se i nxori pensionin, i dha vite pune, ai dha vite pune asaj, ku diun si ishin këto gjëra. I dha, se ai ka pas qenë kooperativ. E kuptova. I dha disa vite pune asaj, a hodhi në librezën asaj dhe nxori pensionin e nënës. Dhe ai e ka marrë deri në moshën 6-17 pensionin e tanës. Prandaj ai ka ardhur vetëm një herë në shtëpinë e Zeqirit, në shtëpinë tuaj, sepse nuk kanë pasur lidhje gjaku dhe djali kur është rritur besoj ja kanë treguar të vërtetën. Ai e di vetë, di që është i biri filani. E di shumë mirë. Por pse nuk je munduar ta gjesh dhe ta kontaktosh për t'i treguar këtë situatë me të cilën je, se ndoshta ai mund t'i japi firmën dhe nuk e pse i futesh gjyqjeve për të zgjidhur këtë çështje. E kam ban Flora te nuk ta japin firmën. E kam ban. Kam shku dhe ati personi që e ka ai ka thënë që ai është djali im me plot gojën, është djali im, Po, ka thënë. Ai vjen ke mu, ka thënë, vjen flen e ikën. se ka baba, e qartë. Por te gjanë thot nuk e bëjmë dot tu. Por ti vetë me djalin, pse s'ke tentuar të flasësh vetë me djalin? Djali më herë vetëm ka qenë që kam folur që më erdhi një rast në fjallëgjoja që do shisja shtëpinë, edhe fola me atë që kështu si do veprojmë, thot është risku im, thot. Është risku im. Por mirë, Shumë ka përgjigj. për shkak të dokumentave mund t'jetë risku i tij, por ai në ndërgjigjen e vet e kupton që nuk ka lidhje me të ndjerin Zeqirin dhe nuk ka asnjë lloj pasurie. Nuk tregon ndërgjegje, sa është njëri nuk e prish dot voja. Ti kur e ke kontaktuar, para sa kohësh ke folur me djalin? Nga 2016-2017 kështu ka qenë. Ndërkohë, nëse Fatosi është duke na ndjekur, unë dua t'i bëj një thirrje që ai të na kontaktoj, ti e tregove e dashur Floresha gjithë histori, u tregove e sinqert me gjithë historinë e jetës tënde dhe problemin me të cilën ti po has ditët e fundit, kohët e fundit, ku do të shesësh një banesë, por për shkak të Fatosit ti nuk e ke të mundur. Jo, unë për të shit nuk du ta shes. Ç'n si ka? Do ta shesësh, do ta Unë du t'ja lej fëmijëve tamam certifikatën. T'ja lësh vajzës birsuar. T'ja lej fëmijëve. Që mos kenë pengesa, fëmijë. Por vajza që ke birsuar, që nuk ka lidhje gjaku fare me Fatosin. S'ka lidhje. Jo, fare. Ai ndoshta nuk e di se si mund të reagoj dhe ashpër. Unë si a di temperamentin ati, nuk e di. Me ju si është sjell? Po, unë s'kam kontakte fare me atë. Jo, kur ti e kontaktove në vitin 2017 dhe ja kërkove këtë gjë, që ai t'i jepte një firmë dhe në një mënyrë të lironte pronën tënde, si u son me ty? Ishte agresiva apo një qytetar? Jo, ngulët e kam, thoshtë ai unë do veproj sipas ligjit. Ngulët e kam. Por nëse ti vepron sipas ligjit, i bie që ai mos fitojë asgjë, nëse ti i drejtohesh gjykatës për të vërtetuar që ai nuk është djali i Zeqirit, por ai ka një tjetër baba, automatikisht ai përjashtohet nga kjo pasuri. I ke thënë që unë do i drejtohem gjykatës për këtë çështje? Drejtori ka thënë ai. Vajza juaj birsuese ka tentuar të lidhet me Fatosin të flasi? Ka foli herë, më duket se i kanë acaru gjëra. Se ai nuk pranon, prandaj. E qartë. Vetëm një herë më duket se ka folë, vetëm një herë, por unë nuk e kam dëgjuar muhabetin. Se çka kanë folë. Unë të këshilloj Floresha. Vetëm një herë. Po, unë të këshilloj dashur Floresha që në këto kushte në të cilat ti ndodhesh, duhet i drejtohesh gjykatës për të faktuar që ai nuk është djali biologjik i Zeqirit të ndjer dhe ai automatikisht do përjashtohet nga kjo pasuri. Dhe ajo pasuri të ngelet vetëm ty dhe vajzës tënde birsuese.
është bërë një kohë i gjatë që ti s'ke folur me Fatosin, ndoshta Fatosi mund të më kontaktoj mua. Do doje që ti jepi një mesazh këtij djali që u bë djali i bashortit tënd, por që nga ana biologjike nuk është djali i tij. Çfarë do doje ti thoshe Fatosit sot? Unë do t'i lutesha Fatosit që ai të flasi një të vërtet, edhe mua të më jepi një të drejtë. Unë uroj dhe shpresoj që Fatosi të reagoj, të ndërgjesoj dhe ta kuptoj që nëse nuk ka pjesë në atë pronë, duhet i japi atë firmë dhe ajo pronë automatikisht i takon vajzës tuaj birësuese. Gabimi im është që pse e kam fut në certifikat pronësie tim shoq. Më mirë mos e kisha futur atë dhe ai nuk do ekziston. Po këto gabime kanë ndodhur ndër vite dhe ti nuk i ç'bën dot më, nuk ç'bëhen më ato. Dishim ne këto gjëra, po i dishim. Por gjithsesi, e dashur Floresha, ti jeton e vetme sot? Po, vetëm jam në shtëpi. Sa vjeç jeni? Më fal që të pyes për moshën. 70. Edhe 100 vjeç u bësh. Faleminderit. Vajza që ke birësuar jeton në Greqi? Jo. Goca është në Francë. Është në Francë. Nuk e menduar të jetosh me vajzën apo do të jetosh e vetme? Jo, unë shkoj ke goca, shkoj, vi këtu, ike atje. Po. Me letra jam në Francë. Ti ka bërë letrat. Marrëdhënia juaj është nën dhe bi. Marrëdhënie fort. Unë kam marrë kastile për këtë punë tu që të flisja me juve. E di dhe unë po të shpjegoj dhe do flas dhe me avokatët e mi të ndihmoj, por ana ligjore është shumë e rëndësishme të ndiqet, dhe pse ndonjëherë gjykata të zvarrisin, të lodhin, e kuptoj këtë pjesë, por nuk ka rrugë tjetër. Por prandaj nuk i kam hyrë gjykatës se nusja vllajt tim ka pas një çështje me këto gjykatat, edhe sot e kësaj dite ka 10 vjet që e ka filluar edhe akoma si ka marrë. Fatkeqësisht ndodh kjo në Shqipëri. Është e vërtetë që zvarritjen pafund, por është e kot me ju. Jo, nuk është e kot. Unë të sugjeroj të gjesh një avokat të mirë dhe gjëra do i zgjidhësh shumë shpejt. Është shumë e rëndësishme se ka avokat zgjedh. Një avokate apo avokat i mirë t'i zgjidh problemet më shumë më shpejt. E dashur Floresha, më lejon të pyes? Po? Ti ke birësuar një vajzë dhe ke bërë gestin më të mirë të mundshëm, që të shijosh atë ndjesinë e një nëne, çdo thotë ti jesh nën. Në momentin që vajza u rrit, e ke patur të vështirë t'ia tregosh të vërtetën që babai jot biologjik është xhaxhai? Në moshën 7-8 vjeç kështu, ato fëmijët e vllajt, se ne kemi qenë me një obor. E qartë. Fëmijët e vllajt i ja thanë gocës që ti nuk e ke mamë Florën. Ti e goca filankës, ti e goca e filanit. Edhe ajo nuk më tregon gjamu. Goca. Në atë moshë, kur ishte e vogël, nuk të tregoj gjë, po më pas? Jo, pasi ajo kur bëri 14 vjeç, 15 vjeç, atëherë bisedum këtë çështje edhe unë ja tregova historinë. Kështu. Si e priti momentin që ja tregove? U emocionua pak edhe ngeli e menduar gjithë atë ditë. Unë i rria shumë afër, e nxirja për ta relaksu, e kam majtë shumë mirë, i kam plotsu çdo dëshirë, nuk ja kam prisht një herë, çfarë kërkonte. Floresha, nga ana e rrobave, nga ana ushqimeve, nga shëtitja, nga të gjitha, ajo ka dalë gjithmonë me mua. Dhe nuk e vë në dyshim që ti e dëshiroje një fëmijë dhe ke dhënë maksimumin për vajzën, se vë në dyshim këtë gjë. E dashur Floresha, por në momentin kur e mori vesh këtë gjë, marrëdhënia e vajzës me babain biologjik, me xhaxhain ndryshoi? Ja, do të me ditë fare ajo, thoshte,
se ato jetojshin në fshat, edhe tha, unë jam më e lumtur që jam këtu dhe kam pas fatin më të mirë, tha që unë jetoj me ju. Por kur ti shkoje me vajzën në fshat tek kunati dhe kunata, ata si ndiheshin, sa e kishin fëmijën e tyre? Jo, kunata nuk i binte në sy, as kunati, jo, nuk i bishin sy, a e thoshtë hajde ke xhaxhi, a e thoshtë hajde ke teta, jo. Por besoj ka qenë e vështirë, ti thuash vajzës tënde hajde te teta. Që të bësh e respekti. E qartë, kishit bërë një marrëveshje dhe duhet të respektoj kjo marrëveshje deri në fund. Por unë besoj që vajza juaj birësuese ka motra dhe vëllezër. Ka. Nuk parashkon shumë. Mami më thot mami thot nuk më ngrohin thot ato mu, thot se unë nuk jam rritur këtë mezin e atyre thot. E kështu që edhe po të kem në i halë thot ato nuk më përgjigjen mu thot. E kështu që përveç teje thot nuk kam asnjë thot. Ti e ke marrë 3 ditëshe dhe sigurisht ty të do, ty të njeh si nën. Nga ma thane teti Elbasani. Sepse e dashur Floresha, ne shqiptarët themi që të thërret gjaku dhe ajo i trajton si kushurinj, jo si motra si vlezër. Po, ashtu ajo ti atit nga eri i thot në emër. Xhaxhait po që ka baba biologjik. Ose xhaxha, ose në emër i thot. Nuk i thot as i nuk i thot papi. Jo. Si i kam thanë, o Ida, se e ka emrin goca jo Ida. O Ida i themën, po e ke babë nëna, respektoje, mirë nuk e do me zemër, po respektoje. Mami nuk më bëhet, thot. Nuk kam afrimitet, thot, nga ato, thot. Por motra dhe vlezrit, ata si e trajtojnë, si kushurir dhe ata, apo ata e duan si motër? Jo, e duan si motër, po. Nuk kanë, ato janë shumë lartë, nuk kanë afrimitet, se që të mund të, të vlezrit janë, kjo, kunata ime jeton në Llakatundi në Vlorës. Nga Llakatundi Vlorës. Po. Një qunë ajo, 2 quna më duket se i ka aty ajo, të ndarë me shtëpia veç, një djale ka në Itali, një gocë më duket se ka të martu me Durrës, dhe një gocë e ka në Francë. Ate gocën që ka në Francë e ka pru me hapa ajo. E qartë. Nuk është motër me idën time. Është motër prej nane, jo motër prej babe. E qartë, por si do që jetë e ka motër? Motër. E dashur Floresha. Edhe ajo është në Francë. E dashur Floresha, unë të uroj jetë dhe shëndet. Të uroj që ta zgjidhësh sa më shpejt problemin me pronën, pikërisht me djalin që ka emrin Fatos Gashi, që nuk është djali biologjik i burrit tuaj, por rastësisht le të themi nga një marrëdhënie që ai ka patur, e ka njohur, i ka dhënë atësinë dhe pse nuk ka qenë babai i tij, dhe sot ti si nusja e dytë e të ndjerit po has probleme me ndarjen e pasurisë për shkak të këtij djali. Unë uroj që ai të ndërgjegjësohet, uroj që ta japi atë firmë, në të kundërtën unë të këshilloj që ti drejtoresh gjykatës dhe pas kuintave do flasim të dyja së bashku, unë do flas me avokatët e mi për të ndihmuar, për ta zgjidhur këtë problem dhe ne të dyja nuk njihemi, por besoj që je një zonjë fisnike, jo besoj, je se të shikoj, por besoj që ke një zemër të pastër dhe një zemër të mirë dhe Zoti të ka bekuar, të ka bërë nën. Dhe pse nuk e ke mbajtur 9 muaj në bark, ti e ke shijuar një fëmijë, e ke rritur. Shumë faleminderit. Jam shumë e kënaqur edhe nga Zoti që unë kam arritur skajat e mia në vendin e nënës. Edhe pse bashkëshorti të kalon të re në mosh, sa vite po bën? 59 vjeç më ka lënë. 59 vjeç, e re. E re? Do t'i bësh, aty ishte ajo kismeti.
Gjëra të shkruara që nuk i kemi ne në dorë. Mirë, do mbetemi në kontakt, të përqafoj dhe të puth nga Tirana. Shumë faleminderit dhe unë të përqafoj, ishte një bisedë shumë e këndshme. Unë nuk naqa që fola me ty se je një njeri me një zemër të madhe që bën gjithë të mira, se unë të ndjek gjithmonë. Të falenderoj, të përqafoj. Gjithë të mira. Mirupafshim. Mirë, dëgjuam historinë e saj 70 vjeçare dashurish nga Elbasani, e cila tregoi problemin që kishte me djalin që mbante emrin Fatoz Gashi, i cili bashorti i saj kishte dhënë mbiemrin dhe atësinë, por nuk ishte babai biologjik. Dhe pas shumë viteve, sot kjo 70 vjeçare haset me probleme të mëdha për sa i përket pasurisë, sepse ai është pjesë e trumbut familjar. Dhe 70 vjeçaria pikërisht Floresha kërkon që gjithë pasurinë që ka t'ia lërë vajzës së saj birsuese. Ne urojmë të bëhet më e mira dhe urojmë që Fatoz Gashi, i cili jeton në Greqi, ta ndjekë këtë live, të reagojë, të më telefonojë dhe ndoshta mund të flasë edhe me mua pas kuintave. Urojmë më të mirën për 70 vjeçare. Mirë, do vazhdojmë të qëndrojmë sërish bashk live, sepse do hap dritaren për një 20 vjeçare, e quhet Laureta Zeka, e cila fatkeqësisht nuk e njeh babain e saj biologjik, pasi nëna me babain u divorcuan kur ai ishte vetëm 2 vjeç dhe sot ajo është martuar, është bërë vetë nën dhe kërkon të gjejë babain e saj. Kështu që hap dritaren dhe ftojmë menjëherë 20 vjeçaren. Laureta, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje Berati. Më ke shkruar dhe me sa kuptova nga historia ti kërkon babain tënd? Po. Por nuk e njihni kush është? E njoh si babas më ka lënë 2 vjeçe. A të ka lënë 2 vjeçe? E gjati, ka marrë telefon atë. Por nëna ta ka treguar historinë, besoj, nëna jote. Që në njëri me basim janë ndarë. Kur ti ke qenë 2 vjeçe. Po. Por çfarë të ka treguar nëna jote? Deri buri tezë që e ndau kështu. Po pse u ndan prindrit e tu? E di ti këtë histori? Nuk e di, pinte alkool, më duket. Por ju e dini emrin e babait, si quhet babai juaj? Sefedin Ballaj. Nga është zoti Sefedin? Më Greqi në Rak. Pse grek është babai juaj? E babai im ishte grek. A, ishte grek, nëna juaj e ka njohur në Greqi? Kalëm atje 2 muaj, 2 vjet, pastaj edhe në Shqipëri. Por, e dashur Laureta, nga emri dhe mbiemri, Sefedin Ballaj, mua më duket si shqiptar, jo si grek. Nuk e di nga... Jo, na Elbasani, se kështu më ka thënë mamë. Po pra, babai është shqiptar, është nga Elbasani, por ka emigruar dhe jeton në Greqi. Po, në Greqi në... Por ju e keni kërkuar babain? Jo, për e parë. I kam shkuar të në Messenger, s'më ka thënë gjë përgjigje. Ai në Messenger është me emrin Sefedin Ballaj? Po. Nëse babai do të dëgjonte, do t'i përcjellje një mesazh ditën e sotme? Do të takojmë më ka mamalli. Çfarë di thosha? Unë jam kopje babit dhe kapini kopje babit. Dhe Mi të më dhe kapini ti gja babit. Dhe mua sinqerisht më vjen keq Laureta që je rritur pa baba. Sa vjeç je sot, e dashur? Unë për qatë ditë bush 20 vjeçe. Edhe 100 vjeç u bëfsh. Je e martuar? Si? Je e martuar? Po, kam 2 çuna. Oh, me jeti kesh. Dhe më vjen mirë që je një nën që ke sjellë 2 fëmijë, e lumtur me burrin, por ajo që të dhëmb dhe le të themi të bën të ndihesh jo fort e lumtur është mungesa e babait, se ti nuk e njeh babain tënd. Po. Dhe mua më vjen keq për këtë, e dashur Laureta, dhe më vjen keq që as njerëzit e babait nuk ju kanë kërkuar. Halla, xhaxhai nuk u kanë kërkuar gjatë gjithë jetës. Jo. Por motra dhe vëllezër të tjerë ke? Nëna kur u martua bëri fëmijë të tjerë? Shiko, mami tim është i eci,
U marton pasos, ai patosi që për në vogël ka bërë atë patosi. Motrën tënde, e ke nga nëna me një kur tjetër. Po, e qartë, po. Ai vdiqi i ranë fakt, u martu vend tjetër, asa u martu të ky, Durim Gjishti. Ka pasur disa martesa nëna. Po, e si jetë. Tu në Ndorovit, se ka marrë e qafë ma mi këtu unë, është 5 minuta. Po. Vija ata s'mini vezë, ka se betë qa doni. Por motra dhe vlezër të tjerë ke? Mamaja gjatë martesave që pati? Jo. Nuk e. Pra ti vetëm një motor ke? Një motor ke? Po, në e babi, po në një motor. E dashu Laureta, po me nënën, ke kontakte sot? Pa, di që këtu ajo, minate. Më vjen mirë. Unë nuk do të mbaj gjatë në këtë live, ne do betemi bashkë në kontakt, unë uroj dhe shpresoj që babai juaj Sefedin Ballaj ta ndjeki këtë intervistë, të reagoj, sepse ti e kërkon të kesh kontakte me babain dhe uroj që ai të bëhet i gjallë. Kështu që do mbetemi në kontakt dhe të përshëndes nga Tirana. Mirë të dashur miq, ne urojmë dhe shpresojmë që Laureta Zeka të dëgjoj zërin e babait, ky i fundit i cili jeton në Greqi dhe quhet Sefedin Ballaj, është nga Elbasani. Ta dëgjoj këtë live, ti përgjigje të bijes, pasi mungesa atërore, mungesa imazhi i babait, asaj ka munguar gjithë jetën. Uroj që kjo vajzë të bashkohet sa më shpejt me të atin. Mirë, kështu me historinë e Laureta Zekës, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar, kërkoni që të jeni pjesë këtu në live mode, të keni një eksperiencë të bukur për të ndarë, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99556998 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam me ju me këto histori njerëzore, histori shqiptare. Faleminderit dhe ritakohemi nesër.